Të dashur miq, sot është dita e mirësisë. Me falni në qoftë se nuk mund lexoj tamam, se ka shumë ti pundur. Sot është dita e mirësisë, një ditë për të kuptuar se bota është më e mirë kur ne sjellim me dashuri dhe respekt e ndajmë njërin tjetrin. Mirësia nuk ka nevojë për një fjalë madhe. Mjafton një buzëqeshje, një ndim e vogël. Një fjalë mirë. Le ta përhapim mirësinë në çdo ditë, jo vetëm sot. Sepse kur jemi të mirë me të tjetrën, ne të vërtet jemi të mirë me vetveten. Unë kam jetuar në një vend të vërtetën kur mirësia ishte ndaluar. Në sekti Rajabi, ku dashuria dhe e ndjenta njerëzore dhe besoj se mirësia është forca më e madhe që mund të ndryshon botën. Faleminderit. E falenderojmë shumë zotin Mehdi Sulemani për guximin që pati, pavarësisht emocioneve, kuptojmë realisht shumë. Dhe tani